Mirëmbrëma. Sot mua më ka ndryshuar pak gjendja, moodi I studios, kam ëmbëlsira, kam çaj, kam një tea time, unë jam veshur me lule, jam gëzuar sepse kemi kaluar disa episode pak të rënda, që janë edhe histori që janë të domosdoshme, pjesë të domosdoshme Dalina Show, por pjesë të domosdoshme janë edhe gëzime. Gëzime që shpesh vijnë nga dhimbjet, vijnë nga leksione që ne marrim gjatë jetës. Dhe këto leksione ndoshta mund të ketë dhe një studim, por unë besoj nga eksperjenca ime dhe e mikeshave moshatareve të mia mbi të 40-tat, shumë gëzime të tilla nga mësime që merr dhe nga transformime që bëhen, ndodhin mbas të 40-tave. Kështu që Jona, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sot neve kemi një tea time, do të festojmë të 40-tat. Që 40-tat me sa di unë nuk festohen. Në disa raste, nuk e di pse njerëzit thonë nuk I festojnë. Shikoj që duhet ta ndrojmë, do ta festojmë. Do ta festojmë 40-tat sepse është gabim, ndoshta kjo është e shpikur nga vajzat dhe gratë shumë të mençura, të cilat ndalojnë numërimin dhe 39-ta dhe nuk e vazhdojnë më dhe e mençura e parë që e kuptoi që vazhdo numërimi edhe nuk dukej mirë pastaj, nëse sidomos kur ishte e pamartuar ose e sapo ndar, ndoshta në 1800-ën ka vendosur që mos ta festoj, thashë trisht, sepse u kujtova që sidomos nga çështja e kalamajve. Unë besoj kështu, se unë besoj që çdo lloj besudi ka ardhur nga disa njerëz të mençur, të cilët duan që të kontrollojnë një situatë të caktuar, mos I dal nga duart. Por jo, ne do t'i festojmë të 40-tat sepse sot kemi histori shumë të bukura, histori frymëzuese, njerëzish, grash dhe kemi një gentleman ta prezantojmë pas pak, kemi një mashkull të ftuar, se më shkruajnë shpesh. Më shkruajnë meshkull si s'ka meshkull, pastaj them do vini ju, jo unë s'vi. Po, pra kemi një mashkull që do të jetë pjesë e our tea time, dhe ai ka një transformim të jashtëzakonshëm gjatë jetës së tij. Ndërkohë kemi një grua, një single mama, si mua. Edhe ajo tashmë ka një biznesin e saj që përjetën, pra si thua ka derdhur gjithë pasionin e saj dhe ajo është një pjesë e transformimit të gjithë ëndrat e saj, ka derdhur te ky pasion I ri. Kemi një histori tjetër e cila ajo ka dëshirë ta theksojë që ka humbur shumë në peshë. Dhe padyshim që ky është transformim, por unë edhe nga eksperienca ime, fakt nuk kam humbur sa shumë sa kjo, sepse ky është transformim I madh fizik, por që nga eksperienca ime nuk është vetëm ai transformim, të humbësh në peshë, nuk është direkt ai është pjesë apo jo Jona. Por ajo ka gjetur dhe veten profesionalisht. Në fund kemi një zonjë e cila do flasim ne 3 për drejt nga Meka. Është në Mekë për pelegrinazhin e madh dhe ndërkohë dhe ka një histori shumë interesante që nuk ka lidhje, është në Mekë, është në fe, është me Shami, por nuk ka lidhje vetëm me të, ka lidhje dhe kur ajo filloi që të kuptonte që të përballej me depresionin, ta kuptonte depresionin. Deri në atë moment e kishte adresuar që feja nuk mund të kesh depresion nëse beson. Pastaj e adresoi dhe ty të pëlqen këtë histori kur sfidon dhe fen. U përball me depresionin, e kuptoi dhe e ka tejkaluar. Tashmë ajo vazhdon padyshim që është besimtare, por më e qetë edhe më e qartë për çfarë ndodh me të dhe rreth saj. Kështu që është një program shumë I bukur. Unë ndërkohë do të prezantoja të ftuarin në studio, që është Ardita Koçi. Faleminderit që erdhe. Ardita, ne kemi folur shumë herë së bashku. Faleminderit, po më në fund u pam. Në fakt do ishte që unë do vija tek ty të provoja ti ke një Food Lovers Albania ku gatuhet, ka trajnime të ndryshme dhe më ke thënë hajde. Dhe ushqimi nuk më ndahet. Nuk të ndahet, po e çuditshme, nuk të ndahet ushqimi. Dhe ndërkohë nuk jam një orë me ju më parë, po kishte një histori jashtëzakonisht interesante. Eleona tha që duhet patjetër të jetë sepse ne nuk ishim takuar. Abdullah Veliu, faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi të jem këtu. Edhe për mua, veteriner, pastaj mentor zhvillimi, astrolog I certifikuar ndërkombëtarisht. Thuaj ke bërë brenda sa viteve? 25. Mund ta thuash moshën se burrat 50 edhe pak, 50, je në rregull, dukesh mirë. Edhe 2 muaj. 50 dukesh shumë mirë. Faleminderit. Kisha shumë qejf ta festoja sot, se edhe episodi që ndërkohë që ne regjistrojmë, episodi tjetër paralelisht që jepet, që ka lidhje me të jetuarin me smundjet, fillon me mua që qaj dhe me një histori të dhimbshme, dhe thash transformimet është një gjë e bukur kur transformohesh për së miri, kur gjen veten, është për tu festuar dhe që ta dëgjojnë njerëzit. Dhe unë thash, çfarë është një gjë që më gëzon mua shumë? Sidomos këto vite që jam në dietë strikte, më gëzojnë shumë ëmbëlsirat. Dhe çfarë është një vend që mua më gëzon shumë, dhe realisht është për mua është vendi me kremin më të mirë. Domethënë ka disa ëmbëlsira të vogla që janë këto. Ju të tërë që jeni fanca të ëmbëlsirave e dini, patjetër, sidomos ju që jetoni në Tiranë, e dini që është një vend që bën këtë. Si quhen këto?
Profiterol, po. Që bën profiterolin më të mirë. Dhe tash më ka ardhur tek zyrat e mia të Anabeli afër, është Victoria, pastiqeri Victoria. Unë me vite me radhë kaloj aty te gjykata, ndaloja merja dhe pastaj qaja pse e bëja, por që janë shumë të mira dhe jam shumë e lumtur që kemi me Victorian, kemi dhe çaj. Unë do t'i shërbej pak çaj. Me shumë knajsi. Që se kam dhe pak që erdha nga Londra, por nuk kam dhe një shërbyse shumë e mirë. Më falni, një gjë që nuk ka është futur pjesë e transformimit tim është shërbimi. Unë kam frikë se do thyej. Atëherë më fol pak për veten. Kur e morë ftesën, kur të tha Ilona për transformimin, ishe entuziaste të vije, për te pjesës që çfarë po bën tani, çfarë është për ty transformimi, çfarë ndodhi tek ty? Se je dhe mama single do thotë që diçka e madhe ka ndodhur, të paktën në familjen tënde. Transformimi është një koncept shumë i gjerë, mendoj unë, që fillon shumë herët, por fillon brenda nesh dhe nuk është se ndodh as brenda ditës as brenda muajit, madje as brenda vitit, duhet shumë vite që ti të kuptosh dhe ta tjetërsosh apo ta vetë zhvillosh veten në ca drejtime që ti thjesht i ke në mendje. Transformimi im ka ardhur i tillë, sa shpeshherë them është si ai vulkani që të gjitha shohin mbasi shpërthen, por ndërkohë ka vite që zjen brenda teje. Po çfarë filloi eksaktësisht? I gjithë ky ndryshimi dhe transformimi që un kam kërkuar dhe kam bërë të ndodh, ka ndodhur mbasi un jam bërë mama. U bëra mama në moshë shumë të re, sapo kisha bërë 20 vjeç. Dhe pash veten me një përgjegjësi akoma më të madhe, pra një përgjegjësi të shtuar që sigurisht do më duhej ta menaxhoja, edhe ta bëja, pra të zhvilloja një lloj situate e cila ishte e panjohur për mua. Paralelisht i bie që je 20 vjeç dhe ndërkohë duhet ndërpresësh studimet, jetën tënde, sepse një gjë tjetër shumë e rëndësishme po të ndodh. Çfarë viti ke qenë në universitet? Unë i bie që kam qenë në vit të dytë. Në vit të dytë. Okej. Dhe ti përballesh me një situatë komplet pa njohur për ty dhe mëson t'ja dalësh pa patur asnjë lloj leksioni, sigurisht. Pra ndryshe nga kjo kohë ku ti ke akses, ke mentorim, ke persona që të ndjekin, ndoshta ke internetin që bën shumë punë. Në ato vite, bëhet fjalë në 2004, nuk ishte asgjë të tillë. Një mama e re që ndërkohë punonte, që ndërkohë përpiqej të rriste djalin e vogël, që ndërkohë përpiqet mos linte as veten pasdore. Pra ti e shkollën, po fillove punën? Po sigurisht, sepse paralelisht më duhet punoja, pra ne ishim një çift i ri që nisëm jetën nga zero. Ti merr, si thua, frerët e situatës në dorë dhe përpiqesh me të gjitha mënyrat dhe me ato çfarë ti di dhe me ato çfarë ti ndjen se duhet bërë. Pra pa patur asnjë lloj modeli që duhesh ndjekur, po thjesht intuita jote çfarë do thotë ty që të vazhdosh dhe se si të zhvillohesh. Kështu që sfidat kanë qenë të kësaj natyre, pra të një njeriu që kërkon nga vetja, se ndoshta në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër mund të isha përshtatur në një ambient shumë më familjar, thoja okay, tani po, u bëra mami, tani detyra ime është një gjë tjetër. Por ndërkohë ajo ardeta brenda meje, ai fëmia që ndoshta ishte akoma duke u rritur për veten e saj, kërkonte që paralelisht mos stoponte në ëndrat e veta. Jam kurioze, meqenëse ti e le shkollën, në kohën që ngjilesh shtatzan, ishte nxënëse mirë, pra si ishte dedikuar në nuk kam qenë kurrë nxënëse mirë, kam qenë thjesht një vajzë shumë çapkëne, shumë e dashur dhe shumë mbaj mend të paktën nga gjimnazi që isha ai lideri i grupit që gjithë ato shokët e mi të klasës më bënin, si thuash, jepi drejtim çfarë duhet bëjmë, si do të organizohemi, ai personi që protagonist, le të themi. Kështu që në të njëjtën formë ti përpiqesh prapë ta gjesh veten edhe në një terren që nuk e kishe njohur, por përpiqesh që të mos stoposh, pra të mos mbyllesh në vetvete, të mos të rriqesh me atë idenë çfarë na mësuan neve prindrit, që ti do të bësh një familje, do të bëhesh një mama edhe ti kalon pastaj më në plan të dytë. Sigurisht, ka momente që ti mendon që je në plan të dytë dhe për një kohë të gjatë kjo ndodh, derisa erdhi në jetë dhe vajza ime. Kështu që pas 5 vitesh, unë bëra një mami me 2 fëmijë që pra vazhdonte të punonte ndoshta edhe më shumë. Fillova të bëja 2 punë dhe madje përfundova duke bërë dhe 3 punë, thjesht për t'i ofruar fëmijëve atë që ti mendon se e ke detyrë, sigurisht. Jam kurioze në atë periudhë që kur ngjilesh shtatzan herën e parë dhe pastaj edhe herën e dytë, të gjithë kësaj kohe, shoqëria jote ishin
pamartuar në pjesën madhe. Shoqëria ime vazhdonte studimet. Vazhdonte studimet. Kështu që ka kishe ti edhe këtë pjesën e si thua, po the fjalën inat për shkurt, por kishe një inat brenda pse nuk e kam unë. Pra në këtë në 2 punë, në 3 punë, mos ishte edhe një lloj konkurrence ose për të provuar që okej, unë kam 2, po mund t'ja dal edhe ndaj shoqërisë tënde. Në fakt është një periudhë kohe që të paktën 20 deri në 30, unë kur mendoj tani se si ka kaluar, nuk jam koshjente se si ka kaluar. Dhe nuk isha as koshjente t'i krijoja vetes këto mendime se çfarë bëjnë të tjerët. Pra unë isha futur në një lloj ingranazhi, në një rend që zgjohesha në pikë mëngjesit dhe flija kur të mbaronte dita dhe kur të mbaronte çdo gjë tjetër, për pa qenë koshjente çfarë po ndodh me mua dhe çfarë po ndodh rreth meje. Pra, si ai personi që e ka marrë këtë përgjegjësinë, por nuk e kam bërë kurrë këtë gjën që për të bindur dikënd apo për inat askujt. Kisha ato qëllimet e mia për të qenë ajo vajza për cilën unë kisha menduar, ai modeli që unë kisha krijuar në mendjen time që duhet jam. Dhe sigurisht do ta bësh paralelisht, nuk ishte një kohë që unë duhet të thoja, duhet prisja, po duhet rritja një herë fëmijët, pastaj unë duhet merrem me këtë gjë. Ishte një gjë që më nguste. Pra kisha urgjencë, si thuash, në të bërit paralelisht të gjërave, sepse doja në të njëjtën formë që unë të reflektoja këtë gjë edhe në zhvillimin dhe në rritjen e fëmijëve të mi. Pra nuk doja kurrë që fëmijët e mi mund të shikonin atë maman shtëpiake, që sigurisht i përkushtohet me mish dhe me shpirt fëmijëve, fizikisht dhe në të gjitha format, por ndërkohë prap bën vetëm atë rolin. Nga ana tjetër gjeta veten shumë të zonjën dhe me atë energjinë që më duhej për ta bërë edhe për të qenë prezent, pra sigurisht, edhe për të qenë prezent në edukimin e tyre, fizikisht dhe në të gjitha drejtimet, por për t'u ofruar ndoshta edhe një gjë e cila ishte pjesa materiale. Pra nuk doja që fëmia im të rritej, të shikonte një gjë dhe mos kisha mundësinë t'ja blija kjo më. Ka shumë unë në këtë histori, ka shumë unë. Unë vrapoja, unë bëja 3 punë, unë rrita 2 kalamaj. Unë po flas për luftën time. Po, jo, duhet si shumë luftë e vetmuar. 2-3 punë, 2 fëmijë. Ashtu ishte. Nuk e di se si ndodhi dhe se si u gjenda, tash që ti futesh në atë ingranazhin dhe ndonjëherë nuk je koshjente çfarë ndodh rreth teje. Është një moment që ti zgjohesh dhe thua, mjaft. Për ç'ai duke bër? Ke humbur sensin e kohës, ke humbur veten në një proces. Po të mendosh, ke harruar të qeshësh, ke harruar të bësh një gjë për veten, pra nuk ke asgjë që të frymëzon, ke arritur në një shtërim të gjithë asaj që ti je. Mban mend se çfarë ndodhi me ty në pjesën e angazhimeve, ndryshimeve? Angazhimet thjesht janë shtuar, sepse isha unë ai personi që sigurisht ja shtoja punën vetes, por paralelisht u shtua një punë shumë e madhe me fëmijët, cila filloi që djali po kalonte moshën e pubertetit, pastaj hyn në adoleshencë, pra gjërat u bën shumë më të vështira se sa ti fizikisht i zgjidhja në një formë tjetër, ndërkohë tani të duhej të impostohesh ndryshe dhe të duheshin kapacitete më të mëdha për ta Po në veten tënde çfarë ndodhi? Që po kuptoj se nuk i doje më këto role, që po jep fund eksaktësisht në moshën 30-ve. Në fakt, rolet, unë i kam mbajtur dhe i kam menaxhuar gjithmonë, por ti vendos që nëse ky është roli yt, atëherë le ta bëj vetëm. Nuk kam më pse e bëj në një formë tjetër, kështu që ndoshta fillon dhe merr vendimet e tua, ose fillon ti zbatosh, sepse vendimet mendoj që ishin marrë nga një proces që ti nuk e kupton. Pra, kur vjen ai vendimi final, gjithë thonë çfarë ndodhi, çfarë u bë. Pavarësisht se përpara ti vendimi final kanë kaluar shumë procese derisa vjen në atë momentin që ti thua stop. Ekziston dhe një opinion, një gjykim ose paragjykim për njerëz si ty që janë martuar herët në 20-tat, që nëse ndodh një ndarje, prishje lidhje, ata të duan të rifitojnë çfarë kanë humbur, ose dhe pa u ndarë, domethënë, vjen një moshë kur lind shumë e re, në të 20-ta që s'ke mbaruar shkollën, pastaj ti do të ne i quajmë kështu harbohen, sidomos me gratë, kanë gratë harbojnë, ja këto që janë martuar herët, i vinë të 30-40 tash çmenden fare. Nuk e dini nëse ti ke pasur tash s'po e them harbim, por ke pasur
dhe këtë ndjesinë që unë ka ndodhur shumë njerëzve që të përjetojnë apo të rikthehen edhe asaj jete, domethënë që atyre gjërave që ka munguar nga pjesa e 20-tave. Po, në fakt, Unë do ta ha sepse të bëf mirë. Dhe sepse ti merr ushqimin të kohës, do të thotë ta kesh ushqimin përpara dhe mos e prek. Jo, s'mund të bëj komplimenta Viktorias se mos ta provoj, se unë kam shumë qejf vërtet. Po. Unë jam rritur me atë lloj përgjegjësie dhe nuk e kam ndier kur të nevojshme si një fazë të pa kaluar. Kjo mbase ka lidhje me karakterin se si ne jemi ndërtuar, por ajo çfarë unë në një farë mënyrë shijova ishte paqja, qetësia që unë arrita dhe ekuilibri im emocional, fizik, mendor, çfarë unë arrita pas asaj situate, pra nuk është se e kisha mendjen për tu hallakatur se nuk ishte një gjë që më mungonte. Nuk kam asnjë gjë kundër dikujt që dëshiron të hallakatet në formën e tillë se hallakatja është pak fjalë për çfarë mund të jetë hallakati për mua, s'mund të jetë hallakati për dikë tjetër, nëse e themi kështu fjalë popullore fiks. Por shijova atë paqen time të qenit një njeri i pa bezdisur, i pa ngacmuar dhe i pa detyruar për të bërë një rol që s'futej më brenda, pra nuk më takonte, si thua më. Nuk mund të them që pjesa e të plotësuarit vetes tënde në pasionet e tua, në hobet e tua, mund të konsiderohet harbim, madje unë e konsideroj si gjën më të rëndësishme. Nuk e shoh asgjë të keqe nëse ti do të merresh me një sport, nëse ti do të bësh ku diun ecje, nëse ti do të shkosh në palestër, nëse do të bësh not, nëse do të shkosh dëgjosh muzikë, pra nuk i konsideroj dot këto lukse, sepse janë një pjesë e jetës që njeriu ka nevojë të ushqej shpirtin, mendjen edhe jo vetëm të konsumojë ushqim. Por nisu nga mentaliteti që neve na rritën prindrit tan, jo për fajt të tyre, e them gjithmonë, u targetuam si objekt që ti konsiderohesh si ajo kafsha e punës, më fal për shprehjen, që nga ty pritet vetëm të bësh dhe të japësh pa pushim dhe pa limite. Dhe pjesa e kësaj që ne mund ta konsiderojmë luks, që të bëri diçka për veten, konsiderohej një gjë e tepërt, pra ti nuk e kisha të drejtë që ti të bëje një trajnim, të bëje një kurs, të shkoje në një, nuk e di, një ambient që ty të pëlqente, të frekuentoje një palestër, gjëra të kësaj natyre që njerëzit i bëjnë për të ndjerë mirë. Dikur këto ishin lukse dhe konsideroshin gjëra të tepërta, ndërsa unë them që duhet jetë një mast që njerëzit duhet ndjejnë njerëz dhe të përmbushen nga të gjitha drejtimet dhe nevojat që ato ndjejnë, duke ndjekur pasionet dhe hobet e tyre për të qenë sa më të përmbushur, të frymëzuar dhe për të funksionuar si njeri normal. Shiko, Ardeta, ti ke përmendur prindin ja 2-3 herë se ne jemi shumë të vëmendshëm. Edhe në shtill programi ke përmendur prindin 2-3 herë. Ndërkohë, një pjesë të kohës je kaluar me prindrit, je rritur, domethënë është pjesa origjinës që aty kemi rënë dhe kemi shumë gjëra na ngulitur. Pastaj po burojnë aty. Pastaj ke njohur martesën, ke njohur fëmijët. Më herët se për këtë kohë, se dikur 20-at ishin okay. Dhe pastaj dole. Dhe kur ne themi transformim, unë e di që këtë program e ndjekin shumë njerëz që ato që do ta ndjekin për transformimin janë duke më të interesuar, nuk janë ato të transformuarit. Janë ato që duan të transformohen. Kështu që e din që është proces. Dhe në rast se neve do të rrim, për shembull, historia jote është një histori force, një histori kurajo, por unë të doja që të kuptojnë njerëzit që transformimi është një proces që ka dhe momente që ti thua kush jam unë, çfarë po ndodh mua, e bëj unë dot këtë, momente të shkëputjes nga zakonet me prindrit, nga ajo çfarë të ka instaluar prindi që është shumë e vështirë, momente nga çfarë ke mësuar ti që ke bërë me fëmijë, ke pasur një burrë, domethënë në të gjithë ato në mënyrën e sjelljes qasjes që ke pasur me jetën. Çfarë kujton ti në një moment apo në një përballje të tillë, në një zonë të errët, sepse kam shumë dëshirë që edhe se njerëzit gjithmonë kalojnë në zona të errta, por është ai momenti kur ti s'duhet të kesh frikë. Mbaj mend një shprehje që e kam lexuar në internet, po nuk e di kush mund të jetë autori, thotë që ndërrimtarët i njeh shumë shpejt sepse janë ata që ulen gjithmonë pranë dritares. Dhe unë kam qenë një fëmijë shumë ndërrimtar dhe shumë konsciente dhe vetëdijshme për çfarë doja të arrija dhe të bëhesha. Ndërkohë pjesa e prindërimit, e prindërve në këtë rast,
unë jam rritur nga një mama shumë e fortë, që kjo është ana e bukur e medaljes sigurisht, por edhe shumë krenare në të njëjtën kohë që ndoshta një krenari e madhe dhe e tepërt është si ajo uthulla themon që çan në enën e vet. Dhe të parit, ndoshta të vëzhguarit prindërve të mi, po sigurisht më tepër me figurën e time mëje, jam përpjekur të marrë gjithmonë ato që mua më vlejnë, por nuk më kthehen në bumerang. Një karakter shumë i fortë, patjetër, ka rritur fëmijë shumë të fortë, edhe unë nuk ndaloj së thoni që faleminderit për çka ke bërë, por çdo gjë me tepri vjen dhe të kthehet ty pra në ato bumerangun dhe ti përpiqesh pastaj të gjesh ato kanalet e tua për të dalë nga çfarë nuk të pëlqen nga ai lloj modeli. Çfarë do ti të bësh ndryshe? Kam qenë gjithmonë një fëmijë që vëzhgonte çdo gjë dhe reagonte, jo vetëm vëzhgonte, pra për ta ndryshuar dhe për ta sjellë gjën atje ku ti do. Një nga momentet më të rëndësishme që mua më ka bërë të marr, si thua, masa dhe ta ndryshoj situatën, që më ka lëkundur themelet, le të themi, ka qenë një paragraf tek libri Kurçau Nietzsche. E them gjithmonë sepse ai ka qenë një nga ato spuntët që unë i thash vetes çfarë po bën? Ku po shkon? Pra kush është qëllimi yt? Kush është ajo për cilën ti e ndërtuar? Çfarë është paragrafi, kurioz? Paragrafi ka qenë një bashkëbisedim mes Nietzsches dhe doktorit, se mbaj mend emrin doktorin në moment, ku i thot Nietzsche i thot, ne nuk kemi brojtër, po, nuk kemi keqardhje se vdesim, pra ne nuk na dhëm vdekja, ne nuk i trëmbemi vdekjes, por kemi frikë të vdesim pa jetuar jetën. Pra kemi frikë të vdesim me pendesa që ne erdhëm në fund dhe nuk arritëm dot ta jetojmë jetën siç donim. Dhe kjo për mua ka qenë një kthes 360 gradë, që më bëri të kuptoja që jeta ime kishte një skadencë dhe nuk mund të vazhdoja gjithë jetën të bëja të njëjtën gjë, përsëritje në funksion të gjithëve përveç se në funksion të vetes. Shumë vendime që unë i kam marrë mbas kësaj gjëje, kanë ardhur si pasojë duke patur në mendje këtë gjë. Që jeta është e jotja dhe ti duhet ta jetosh sipas mënyrës tënde, që ti të mos gjendesh në ditët e fundit të tuat dhe të thuash çfarë bëra. Unë kisha shansin ta jetoj dhe nuk e jetova. Si ke menaxhuar zhurmën për rreth, në qoftë se ke hasur, me ata që nuk e kuptojnë që jeta është e jotja, ose që mund të rilindesh. Para ata ditësh, nuk e di çfarë përshija për një që ishte të 40-at, më doli në TikTok, që po tregonte për një lloj transformimi, diçka me palestër dhe njerëzit u bëre ti tashi apo tashi u kujtua kjo. Nuk e di, kjo zhurma të ka penguar, e ke ndjer? As pak. Në mënyrë absolute as pak, sepse unë kam një gjë që çdo gjë që bëj dhe çdo vendim që marr e bëj duke patur një koshiencë, një ndërgjegje shumë të pastur dhe shumë rregull me veten time. Pra në momentin që ti bën maksimumin tënd në çdo gjë që bën, në çdo gjë që tregton kundrejt çdo personi të mundshëm, në atë moment unë jam shumë e qetë me veten time dhe kam zero interes se çfarë thuhet për jashtë. Kur ke pasur të apo e fitove rrugës? Sigurisht që e kam fituar rrugës, sepse thash gjitha ato edukimet tona që na rrinin siç e kanë në kokë, ajo tabloja e familjes që është shumë e bukur kur funksionon dhe unë jam totalisht pro familjes, që të mos konsiderohem si person që nuk e do familjen në mënyrë absolute. Pra është busulla ime në mënyrë të pa ndryshueshme, por njerëzit duhet kuptojnë në çfarë ambienti ndodhen. Dhe me kë ndodhen, dhe familja është një gjë që nuk bëhet vetëm, për vetëm mund ta vazhdosh në formën si çun po e vazhdoj. Pa patur asnjë lloj anatemimi të personit tjetër, të babait të fëmijëve të mi, cilin e respektoj në mënyrë shumë njerëzore, pra kemi ndarë bashk shumë vite. Njerëzit duhet jenë pastaj aq të rritur sa të kuptojnë dhe të respektojnë rolet e secilit. Pra, vjen një moment që ti duhet zgjedhësh mes atij dhe vetes tënde dhe ti sigurisht zgjedh veten. Kështu që për gjitha ata që mund na dëgjojnë, është e gjitha tek forca jote e brendshme dhe çdo përgjegjësi është e jotja,
Pra askush nuk do të vi ty të ta marri përgjegjësinë dhe të të çojë ty përpara, jeti personi që do ta bësh çdo gjë. Do të jetimoni jetës tënde. Njerëzit janë ata që kanë folur dhe do flasin gjithmonë, mirë bëjnë, mbajnë mendjen e tyre në punë, po për mua nuk më afektojnë, sepse kam qenë gjithmonë shumë okay me çfarë dua unë dhe kundrejt gjithë asaj, duke patur në konsiderat edhe se sa e drejt ke qenë ti me tjerët. Ardita, ke një moment shumë të bukur në historinë që ke rrëfyer dhe ke ndarë me Elonën, kur thua mësova të them jo, që për mua është akoma një proces, jam në proces për të thënë jo për shumë gjëra, është e vështirë, po unë do të kthehem pas pak të ta diskutojmë dhe këtë pjesën kur fillon edhe largon njerëzit, kur i thua jo. Pra është sidomos për njerëz që janë arritur ndoshta të respektojnë, të largojnë me njohës, falenderojnë gjithkund, domethënë nga kjo lloj edukate familje që është shumë e mirë, sepse mirënjohja të çon përpara, po nga ana tjetër ndonjëherë të bësh mirë kështu të hypim mbi qafë dhe më pëlqeu që e kishe theksuar të që mësova të them jo, po do kthejmë pas pak. Ardita tha diçka, e tha disa herë, kishte nënën e fortë edhe e tha pastaj në fund një mesazh që duhet të jesh e fortë. Kjo forca mos është pak e trashëguar? Është një hendek, pra nga një jetë kalon në jetën tjetër, dhe ka përzesh atë. Kupton, është ai hendeku në mes. Ndërkohë duhet ta kesh, është ajo të mban frika, se ti shef poshtë, kupton? Shumë njerëz shohin poshtë, është e thellë, si ja bëj unë, pastaj kam të, se kam kalamajt, se kam, kupton si se rikthus dhe gjejnë 100 justifikime. Ndonjëherë më duket sikur ky proces është pak edhe gjenetik, më duket apo s'është. Po kam përshtypjen se nëna Artedës e kishte ndryshe konceptin e forcës dhe ndryshe ka Arteda forcën për transformimin që ka përjetuar ajo. Për shembull, forca në pjesën e nënës mund të jetë që unë të mbaj shtëpinë, mbaj familjen dhe tregon se jashtëmi, pra energjia e saj shkon jashtë vetes, kurse Arteda ka qenë me një zhvillim ose forcë drejtuar drejt vetes së saj, sepse tha unë kërkoja qetësinë. Dhe qetësia këtu është një element i forcës që kërkon një grua, pra nuk është autoriteti, nuk është të mbaj ose të tregoj jashtë, por është të qetësoj veten, të shikoj çfarë do ajo të bëj, jo duhet të bëj. Pra është një forcë ndryshe. Po ka njerëz që janë të prirur dhe të tjerë që nuk kanë prirje fare që të gjejnë veten apo thjesht nuk janë në vendin e dur, s'kan kërkuar. Ka dhe element, për shumë një element, nëse referohemi rastit të Artedës, për shembull tha atë momentin shumë bukur, persona që ulen afër dritares kanë një aftësi të reflektojnë, të jenë më kreativ, janë disa detaje. Pra disa njerëz mund të kenë, le të themi, cilësi të temperamentit apo të personalitetit, të cilat e zhvillojnë ose kanë mundësinë ta zhvillojnë pjesën e forcës ose transformimit më vonë. Pra janë edhe këto që i bashkohen. Dikush mund të mos e shikoj një sinjal që jeta i sjell si moment për ta ndryshuar atë paragrafin e librit apo një gjë të cilën ata e ndjejnë brenda. Dikush e ka intuitën ose qasin që ta kapi dhe ta përdor. Edhe në rastin e Ardetës imagjinata, si është puna. Në çdo diskutim që bëjmë, edhe ma ka thënë Jona në fillim më zhgulitur, tha, këtu ta ka një problem, këtu, do të po flisë për Shqipërinë, po nga eksperjenca e saj me pacient, që një pjesë nuk kanë imagjinatë, dhe imagjinata është kaq e rëndësishme sepse me imagjinatin ndryshon shumë gjëra dhe nuk e di, nuk e lidha dot imagjinatën me ndryshimin, se nuk kam lidhur me krimtarin imagjinatën, me të shkruarin me ato çfarë unë bëj, por vërtet që imagjinata dhe pjesa e dritares, dhe pjesa e vëzhgimit, pjesa se ku e sheti veten e vizionit, është e gjitha imagjinata dhe kjo besoj që është e rëndësishme. Se unë realisht shoh shumë njerëz që e kanë përgjigje shumë të thjeshtë. Nuk është e thjeshtë procesi, por përgjigje ndonjëherë është këtu. Edhe qasja që ka individi ka, se mund të ketë një qasje më praktike kundrejt gjërave dhe ka të vështirë të jetë kreativ. Është edhe zhvillimi edhe mënyra se si truri i personit funksionon përveç cilësive. Por ka persona që janë dhe pak ndoshta me fat. Cilët e ka. Posa saj unë mendoj që është dhe mungesa e vetbesimit që t'i ja del. Sepse shumë mbase do donin që t'ishin në kushte tjera, ta ndryshonin realitetin e tyre, por nga e thëna në të bërë është një proces shumë i madh dhe kur ato e mendojnë veten jashtë dhe mendojnë se sa të zonjat mund të jenë për ta vazhduar jetën në kushte tjera, kjo mendoj që i step. Mendoj se i step edhe fakti që vetbesimi shikohet si diçka që ti duhet ta kesh gjithkohon, po vetbesimi është diçka e cila ndryshon. Është fleksibël, vjen ulet sipas kohës, asnjëri nuk e ka gjithkohës vetbesimin e lartë. E them këto se vazhdimisht personat e kërkojnë si një qëllim në jetë, kem vetbesimin e lartë. Ti përmendë një gjë shumë vetbesimi, më fal.
Uroj mos ta harrosh se mua më ndodh që e harroj. Përpos asaj vetbesimit që ti të ndjesh atë forcën brenda teje, duhet realisht ta kesh, sepse ti do përballesh me një gjë totalisht të re. Dhe kjo mendoj që i step aq më tepër kur ti ke përgjegjësinë që ke fëmijët për të rritur. Nëse do ishte vetëm për ty, ne jemi të gjithë taftja dalim. Por kur ti përballesh dhe gjithë barra pastaj morale, fizike, ekonomike bien mbi ty, kjo është ajo stepja më e madhe që mendoj që Por vetbesimi që ta kesh, dhe njerëzit pastaj thonë unë nuk e kam dhe nuk din se si ka ta nisin të gjën që çfarë është vetbesimi, si është thjesht me vetbesim, ndoshta nuk e kanë dhe konceptin për vetbesimin. Unë mendoj se vetbesimi, ndoshta e nis me atë që paktën bazohem tek çfarë mbuloj si profesioniste, jo mendimet e mia personale, por shikoj që pjesa e vetbesimit nuk është diçka që duhet vendosur si qëllim, ose që ne ta kemi, por çfarë kap ti gjatë rrugës, çfarë gjen që të plotson atë puzzle-in tënd të qenit me vetbesim. Më fal që të bëj replik, por dua që të ndihmoj njerëz Më pëlqej që është replik për vetbesimin, debat për vetbesimin dhe jo për zgjedhjet nga bisedat që ne bëjmë shpesh herë me mikesha, por edhe në ambientin ku unë punoj tashmë, food lovers, ne mblidhemi gjithmonë që mbasi gatuajmë, ulemi dhe konsumojmë, dhe ajo bëhet fix si ajo pjesa e terapisë në grup ku secili ndan gjërat e tij personale, profesionale, pra shkëmbejmë jashtëmase shumë. Dhe një nga gjërat që më përresh shumë tek vajzat, tek zonjat, është ajo përballja me një realitet tjetër që ty deri dje ta mbulon të dikush. Pra që tek gjërat më të thjeshta, nuk e di kush do ma heqi bombulon e gazit. E kupton, kush do ma ngrej këtë peshën, kush do ma marrë, dhe ndonjëherë ti dukesh sikur ngelesh pengit sa gjërave që janë kaq të parëndësishme në krahasim me atë çfarë është thelbi i gjithë gjës. Dhe fakti që ti e ke përballur veten, pra mua më desh ta përball veten dhe gjatë gjithë martesës time, dhe ndoshta kjo që avantazh që unë kur u gjeta jashtë kësaj gjë, asgjë nuk ndryshoi për mua, sepse unë e bëja çdo gjë vet, praktikisht. Pra, isha i personi gjithçka bërës, sa që nuk i trombesha asnjë gjë, unë poçat i ndroj vet, bombulon e ndroj vet, çdo gjë e bëj vet. Në çift po vetëm nuk e ndjej unë atë nevojën që ti friksojmë dhe them unë do jem nesër vetëm, po si doja bëj. Edhe kjo është ajo çështja që nëse unë e përmenda si vetbesim, ishte kjo ajo gjëja që mua më jep të forcën që ti vet po bën çdo gjë, ç'a do ndryshoj. Kështu që do të them këto që ti e kishe këtë aftësi ose këtë e kisha stërvitur dhe kisha kalitur gjatë një procesi pa e kuptuar. Pa e kuptuar. Këtë dua të them që njerëzit atje mendojnë se nuk e kanë, por e kanë, thjesht duhen situata që t'ia nxjerrin në pa, ose sa munden ta perceptojnë që e paskan këtë vetbesim. Thjesht nuk përballin veten sepse jemi të aftë të bëjmë çdo gjë. Absolutisht është, po, edhe unë kështu e mendoj. Nëse të bie për ta bërë, do ta bësh. Shiko, po, duke diskutuar, kemi kaluar tashmë në sezonin e dytë të historive, dhe unë kam arritur në një përfundim duke ndarë shumë histori që ka të bëjë shumë rëndësishme dhe konteksti dhe vendi ku je. Edhe ku jeton dhe çfarë të fryn me vesh përreth. Sepse ndryshe është kur një gjen vetbesimin dhe kupton forcën e vet në Tiranë apo në një vend e shkolluar apo në një situatë, ndryshe është për shembull në ca histori që dim ne që i gjithë duhet i fshihet i gjithë qytetit për shembull për dhunën e babait. S'mund të, domethënë, jo dhunë, po masakër të babait, ndaj asaj thoshte nuk ato e donin respektonte gjithë qytetit, thoshte mbylle gojën, ose kur nëna është kundër teje. Unë sidomos e tha dhe pra një intervistë me Valdrin Sahitin madje, që tha shumë bukur, që mos u merrni me burrin që dhunon, grua merr babain e asaj vajzës. Unë e pash, në fakt ishte fjalë me shumë vend. Abdullah,